Çdo zyrë kontabiliteti në Kosovë një këtë situatë. Qindra fatura, kupona dhe pasqyra bankare vijnë çdo muaj, si foto në Viber, PDF, në email ose letër. Dhe dikush duhet t'i shtypë të gjitha me dorë. Orë të tëra çdo ditë, gabime që kushtojnë, klient që presin. Unë jam Abdirahman Gegaj, senior software engineer dhe themelues i Perendix. Zgjidhja jonë quhet Dokumo, platformë inteligjencë artificiale që i shëndaron dokumentet financiare në të dhëna të gatshme. Dokumo i pranon dokumentet me një klikim, me skanim nga celulari ose përmes një email adrese të dedikuar. Inteligjenca artificiale e lexon çdo dokument edhe foton më të keqe dhe nxjerr automatikisht furnitorin, numrin unik të biznesit, datën, numrin e faturës, TVSH-n, 8 dhe 18% dhe totalin. Kontabilisti vetëm i verifikon fushat e pasigurta që theksohen me ngjyrë. Një klikim dhe dokumenti kalon. Në fund gjithçka eksportohet në Excel ose CSV dhe është e gatshme që të integrohet në studhimin e kontabilitetit. Ajo që sot merr orë me Dokumo zgjat sekonda. Në Kosovë operojnë dhjetra mijëra biznese dhe qindra zyra kontabiliteti. Dhe asnjë mjet nuk ekziston që ekzistues nuk flet shqip e nuk e njeh sistemin ton fiskal. Dokumo shitet me abonim mujor, duke filluar nga 29 euro, çmim që çdo zyrë mund ta paguajë me marzhe të qëndrueshme. Me mbështetjen e këtij granti, brenda 12 muajve e zhvillojmë platformën, e testojmë me zyra pilote, e lancojmë në Kosovë dhe hapim 2 vende të reja pune, me synim zgjerimin në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut. Dokumo, dokumentet bën të dhëna, puna bëhet më e lehtë. Faleminderit.